Kurani është shpallje e Allahut. Në ajetin 82 të surës Nisa, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Quran, walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. A nuk persjatin ata për Kuranin, sikur ai të mos ishte prej Allahut, do të gjeni në të shumë kundërthënie. Ky ajet i begat ka një domethënie shumë të thellë dhe prek disa dimensione intelektuale, shpirtërore dhe logjike. Ajeti bën thirrje për reflektim të thellë. Thënia e ajetit "A nuk persjatin ata për Kuranin" është një pyetje qortuese që zgjon ndërgjegjen. Nuk është thjesht ftesë për lexim, por për meditim të thellë. Kjo tregon se Islami e vlerëson arsyeën dhe mendimin. Tregon se besimi nuk duhet të jetë i verbër, por i bazuar në kuptim. Tregon se njeriu duhet të analizojë mesazhin e Allahut me mendje të hapur. Pra, ajeti na mëson se Kurani duhet studiuar me vëmendje, duke reflektuar mbi kuptimin, mesazhet dhe urtësinë e tij. Ky ajet i begat është argument logjik për origjinën e Kuranit, e cila është nga Allahu fuqiplot. Fjalia e ajetit, sikur ai të mos ishte prej Allahut, do të gjeni në të shumë kundërthënie. Është një argument racional se Kurani është një libër i shpallur për 23 vite, në rrethana të ndryshme, paqë, luftë, vështirësi, gëzim. Është i transmetuar nga i njëjti person, e ai është profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Kurani është libër që trajton çështje ligjore, morale, shpirtërore, historike dhe shoqërore. Nëse do të ishte vepër njerëzore, do të përmbante mospërputhje, por qëndrueshmëria e tij tregon se është shpallje e Allahut fuqiplot. Ajeti përdor logjikën dhe analizën, jo imponimin. Kur njeriu lexon me sinqeritet, mendon pa paragjykim, kërkon të vërtetën, ai e gjen harmoninë dhe mesazhin e qartë në Kur'an. Ky ajet na thot që mos u mjafton me leximin formal, por reflekto. Besimi forcohet përmes mendimit dhe studimit. Kurani është koherent dhe i qëndrueshëm në mesazhin e tij. Dyshimet shpesh vijnë nga mungesa e thellimit, jo nga vetë teksti i Kuranit. Mesazhi kryesor i ajetit është: reflektoni seriozisht rreth Kuranit, sepse qëndrueshmëria dhe harmonia e tij janë dëshmi e burimit të tij prej Allahut. Në thelb, ky ajet lidh besimin me arsye dhe i fton njerëzit drejt një besimi të menduar, jo të verbër.